Tëshi? Tësh? Bebit po I hajt një gjë e ëmbël. Sa I radhe ëmbëlsirë. Po që ka kjo bebi? Qa derre e një hate në ditën e? Sa derre, jemi në mojtë e Qa shumë. janë? Zup. Zup? Po ku ka zup të të më Po di unë desh? me zupën? Hajtë si të mësoj unë. Përshëndetje, mirë se vini në një video tjetër ku gatuaj për lupcën time shtatzan. Nuk mjaftonte që I bera sufllaqe për firma VIP. Tani po filloj po gatuaj edhe ëmbëlsira. Ku do vej kjo punë? Nëse dilema kjo do të futemi punës tani. Hedhim një qumësht të tërë në tenxhere, hedhim 2 vanilje dhe e lëm të zjej. Ndërkohë marrim 3 vezë, 3 lugë të mëdha corn flour dhe 3 lugë sheqer të mëdha dhe e trazojmë. Dhe gruaja ime thot tani që vete palestër nuk nevojitet të përdorim pajisje elektrike. Duhet ta përzjesh derisa të mpihet krau. Ky proces nuk e di pse më lodh kaq shumë. E urrej fare të përzjeri me të gjën. Halladi qoftë ju femrave. Ne që marrim që qumësh në ajo që ka zjerë, edhe edhim brenda dhe vazhdojmë e trazojmë. Pastaj e marrim të gjithën dhe edhim brenda në tenxhere, edhe vazhdojmë e trazojmë derisa të marrë këtë trashësinë kështuja. Dhe është gati. Pastaj marrim disa goda, marrim ca biskota në bazë të dëshirës tuaj dhe I hedhim brenda. Unë kisha idenë e zgjuar që t'i shtypja kështu, sikur nuk do ta rregjë ajo që do të jetë nga lart. Nëse nuk jemi gjithmonë të zgjuar. Vazhdojmë e hedhim brenda të gjithën në mënyrë të barabartë. Dhe të shpëtojmë disa ardha dhe I ndajmë në mënyrë të barabarta mbi të godave. Dhe pastaj e fusim në frigorifer të ftohen. Në qoftë se ju pëlqejnë videot e mia dhe doni më shumë video kështu, ju lutem më suportoni në një like, koment ose share. Dhe na bëni follow që na të motivoni sa më shumë. Tani që po vëm drejt fundit lindjes, po na kërkon na 2 copë, I zi unë që do betani. Do edhe akullore, edhe çokoladë, edhe sufllaqe, edhe ëmbëlsirë. Nëse ne jemi kocke fort luftarak, edhe nuk kemi frikë ta gjëra, se çfarë do të tregoj fëmijës tim. Ja dhe sufllaqen e çaj është super shije. Dhe vazhdojmë pasi është ftohur mirë, para se ta ham, grim ca lule shtrydhe, edhe ja edhim mbi te. Edhe e bëjmë çik estetike, kështu bukur ja ky. Ky është rezultati, shpresoj ti ke pëlqyer. Shikim të mbarë. Të shihemi videon tjetër. Faleminderit që më ndoqët.